Më 8 mars, kryeministri Edi Rama deklaroi se kush ha pas shpinë kolegun do të shkojë atje ku e meriton. Vetë Edi Rama kë ka ngrën pas shpinë deri tani dhe kë pritet që të hajë në befasi? Ai të tërë ata që janë burg ka ngrën pas shpinë. Kjo është një pyetje retorike zotë gazetar. Ai mbas shpinë ka ngrën të tërë ata. I ka përkthyer me dorë në supë, nga një randë nga ana tjetër pasaj di vetaj se çu ka bërë. Kush mund të jetë personi i radhës që Edi Rama mund të godas në këtë rast? Nuk i di mirë, të them drejtën, nuk e njoh mirë luftën e klaneve atje, sepse nuk kam të dhëna prej klani, prej asaj lukunie uqërshë dhe hienas që drejtojnë atë parti. Të dy partit, jo ata. Kështu që ajo që di me siguri është që këto të dy parti do dalin në pension këtë vit, këtë pranverë do dalin në pension dhe Shqipëria do të çlirohet një herë mirë prej tyre. Këtë e di. Duke u referuar figurës së Sali Berishës, a mendoni se ai është krejt ndryshe nga ai që ishte pas viteve 90 apo ka mbetur po ajo xhakete vjetër e politikës? Eksakt, ka zbatuar ato detyra që ka marrë nga Beogradi, nga Athina, nga Moska, i ka zbatuar një për një dhe ka goditur ka dhe goditje vdekje prurëse të djatës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Partia Demokratike është katandisur në këtë drejtje vetëm për Sali Berishës. Kështu që ai ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, morale, penale, shoqërore, do të thënë nuk e vlen fare barra qaran që të diskutojmë më për të, sepse për mua është figurë e mbaruar, është figurë e djegur. A do mundet Berisha që me gjithë këtë koalicion që ka krijuar t'i fitoj zgjedhjet e 11 majit në rast se ato do të zhvillohen, apo e ka një garë krejt të humbur nisur edhe nga emrat që ka përfshirë në koalicion? Do marrëm 1 për miliard që do bën zgjedhjet. Nuk e votojnë as një Sali Berishin me atë koalicion që ka, shkon kot, shpreson kot. Por duke ditur që nuk do bën zgjedhjet, ai e di mirë që nuk do bën. Po ta them e di mirë dhe e di sepse i shtron zyrtarisht. Ai e di. Tjetër gjë që nuk u thot varçve të tij dhe kolegëve ata me të cilët punon. Po e di që nuk do bën zgjedhje. Kështu që cili do koalicion që të ngrër ai e ka të humbur tavan. Ndërkohë ka zëra që SPAK mund të godas djalin e ish kryeministrit Sali Berisha, shkëlzem Berishën, sa i përket aferave të Gërdecit, por edhe të tjera. Ju si mendoni, sa gjasa ka që SPAK të bëjë një lëvizje të tillë? Nisur nga kush e krijoi SPAK-un dhe kush e paguan SPAK-un dhe kush e drejton SPAK-un, kam besim absolut që do të shkojë gjërave deri në fund. Qoftë që të ketë afera korruptive i biri Sali Berishës, qoftë që të mos ketë. Po të mos ketë, do dali pa fajshëm, do ta lënë punësi. Po të ketë, do vejë në burg. E thjeshtë është fare. Por të dhënat i din ata. Dhe ajo që më bën përshtypje se vetë SPAK-u ka pasur rrjedhje informacioni disa herë, gjë që nuk është as pak normale dhe ata do përgjigjen ata që kanë nxjerrë informacionet, sepse informacionet e SPAK-ut nuk janë loj fëmijësh apo biseda kinemash. Informacionet e SPAK-ut janë që kanë të bëjnë me politikën, me ekonominë, me jetë njerëzish, me shumë probleme kapitale që ka sot vendi ynë. Pra, nuk do ketë më mendime edhe shprehje mendimesh të analistëve që dalin për studiot natë për natë këta të famshmit analistë që vetëm ata din të bëjnë analiza, vetëm ata din të japin opinione, vetëm ata s'janë gjë tjetër veçse përpunues të opinionit publik, mashtrues klasik. Dhe unë atyre nuk besoj kur. Dhe që ta dini zotë gazetar, unë shikoj vetëm portalet tuaja, të gjitha portalet, sepse aty gjën të vërtetën. Ndërsa televizionet shqiptare asnjë nuk shoh, asnjëherë. Kam vite. A mendoni se SPAK duhet të hetojë ngjarjet e vitit 1997, veçanërisht firmat piramidale për cilat
Sali Berisha ka deklaruar që ka bërë një gabim të madh, por më pas edhe tragjedinë e Gërdecit dhe 21 janarin. Nga informacionet e mia di që SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit i ka filluar hetimet në Shqipëri që nga viti 1991 e këtej. Pavarësisht për të gjithë politikanët dhe deputetët. Dhe gjërave po u shkohet deri në fund. Njerëzve u ka humbur durimi, thonë po kur. Edhe një herë po e përsëris që gjërat do bëhen në kohën e dur, me siguri do i den hapa të sigurt pak thim mbrapa, do përgjigjen të tërë për çfarë kanë kryer, çfarë kanë bërë gjatë këtyre 32 vjetëve, do të merren parat se u kanë gjetur parat, u din parat. Parat i kanë me metrokubat, i kanë me kamiona. Këto që kanë këtu në Shqipëri, që kanë pasuria shtetit depozituar në Zvicër, ku diku ka depozituar, ato janë sekuestruar, u bllokuar dhe nuk i marrin dot më. Pra, gjërave dhe hetimeve do të shkohet deri në fund. Në të tëra aspektet, qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë tradhtit kombëtare që janë bërë përshitjen e detit edhe më the thash. Zoti Islami ka shumë element të politikës të cilët janë tërhequr nga listat e kandidatëve për deputet, pra që mund të garoni në zgjedhjet e përgjithshme. A tregon kjo se do të ketë një sër elementësh të cilët mund të goditen nga SPAK-u, ose që tani po kërkojnë që t'i shpëtojnë një goditje të mundshme pikërisht nga sistemi i drejtësisë? Ka dy anë kjo medalje. Njëra anës që këta janë tërhequr për shkak të listave të mbyllura që bëjnë kapot të dy kapobandat Salihu me Edi Ramën, dhe nga që nuk i ka vënë në listat e mbyllura janë larguar fare. Ana tjetër është që duke ditur që kanë gjunahe për të larë dhe llogari për të larë, të riqen të mos shkojnë në pushtet, mos marrin pushtet. Janë që të dy janë fakt, sepse në të dy rastet ka njerëz dhe ka politikanë që janë të inkriminuar, qoftë në veprimtari kriminale, qoftë në veprimtari korruptive. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.